Thirrja e ezanit në çastet kur veshje ndëgjon këtë thirrje qiellore që shpirti i cili është në trupin tonë të nënshtrohet krijuesit. Me falënderim, me mirënjohje të pafund. Kur emri më i përmendur përderisa muezini në xhamit anë mban botës e përmend Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ky emër është emri i edukatorit, mësuesit, njeriut që solli gjithë këtë ndryshim me anë të librit që i zbriti në shpellën Hira nëpërmjet engjullit Gjibril Aleminit. Thirrja e ezanit është shpëtim, është mëshirë dhe është falje. Unë lut Zotin e plotfuqishëm që këtë ezan kur ta ndëgjojmë të jemi të përgjithshëm dhe të nënshtrohemi me falënderim dhe të përgjigjemi kësaj ftese, e cila 5 herë në ditë na fton nga mëngjesi deri në natën e thellë të namazit e Yacis. Në këtë muaj të agjerimit, unë lus të plotfuqishmin Zot që të kemi shtuar veprat tona, të kemi shtuar përmendjen e Tij të vazhdueshme, leximin e fjalës së Tij, Kur'anin famëlar, e cili është katalogu, libri që gjendet shërimi, programi, lumturia në këtë botë dhe në botën e përhershme. Dashur vëllezër, të nderuara motra, mos e humni shpresën në fjalën e bukur që muezini e thret. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu është më i madhi dhe nuk ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Qofshi në strehimin e fjalëve të Allahut dhe në mësimet e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam çdo herë, në çdo çast. Zoti ju largoft çdo pikëllim, çdo mërzi, çdo problem dhe çdo vështirësi të cilat ju e keni në moment. Lutem që ai ta shndron në shërim për kujtimin e vazhdueshëm të emrit të Tij. Dhe në të njëjtën kohë, unë lus Allahun që t'ju jep mirësi në këtë botë dhe në botën e përjetshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.